Shqiptar të dashur, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës. Do lexojmë vetëm për të ardhmen apo ajo çfarë po vjen. Hapja e letrave tregon një periudhë fuqizimi kogja të madh për shqiptarin, bashkimi forcash, ku shqiptari del nga një fazë përpjekjesh individuale të dashur dhe hyn në rezultate konkrete. Nuk është premtim, gjitha kjo është një materializim, po duke qenushi im tani këtu, është duke lozur në kamera, dhe të dashur shqiptarë, përpara shqiptarit apo përpara jush do dalë një bashkëpunim i fortë ose një marrëveshje që do funksionojë më shumë se mirë apo më shumë se super. Një rol ku je në qendër të vendimarrjes, një situatë ku ti udhëheq dhe tjerët të ndjekin. Kjo është në fakt një periudhë ku zëri yt të shqiptar dëgjohet dhe merret seriozisht. Dhe gjitha kjo si do shfaqet apo si do vi në jetën e juaj reale, ta them ashtu, një projekt që ecën përpara me mbështetje reale, një marrëdhënie ose partneritet që bëhet shumë më i fortë, një hap përpara në status autoritet apo ndikim, dhe këtu nuk ka pasqiguri, absolutisht ka pozicionim të qartë të dashur shqiptar. Dhe çfarë e bën gjithë këtë periudhë me vendimtarët e dashur, nga që tani nuk je më në provë shqiptar, nuk po bind askënd, je tashmë shumë i bindur dhe i bindshëm, përgjithësi të rriten bashkë me përfitimet, qoftë në ekonomi, qoftë në familje, qoftë në dashuri, qoftë në partneritet apo çfarë do të jetë. Dhe kjo është fazë ku duhet, më dëgjoni me vëmendje këtu, ku duhet ta merrni rolin e udhëhecit ose të humbni momentin, dhe që nuk do të dëshiroja. Këtu duhet të merrni rolin e udhëhecit. Dhe letra tregojnë për një zhvillim të afërt, energji e lartë, rritje besimi nga të tjerët, vendime që sjellin përfitim, afatbesëm dhe afatgjatë, gjëra do lëvizin shpejt dhe në drejtim të qartë. Të dashur shqiptar, gjitha këto është për të mos humbur momentin, për të mos humbur mundësitë që janë duke ju ardhur. Jeni në rrugën e duhur dhe vazhdoni të tillë, të udhëheqni. Dakord? Nga që vërtet së pari keni bindur veten, por jeni aq të bindshëm dhe për të tjerët që do t'ju ndjekin, qoftë dashuri, punë apo familje. Mesazhi që mund të nxjerrim nga ky lexim është ajo që vjen kërkon guxim për të mbajtur pozicionin, jo për ta fituar atë. Në fakt ju jeni tashmë apo do të jeni shpejt në atë pozicion. Apo jo për ta fituar atë pra. Ti tashmë je aty ku duhet. Qëndro në qendër, mos e zvoglo veten për rehati të tjerëve, për çfarëdo lloj arsye. Dhe nëse mund ta mbani këtë pozicion, vërtet do jetë një sukses afatmesëm, por dhe afatgjatë të dashur shqiptar.